Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Bashkimi Demokratik për Integrim paralajmëron se do të përdorin çdo mjet demokratik dhe institucional për të mbrojtur ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe. Në kontest thuhet se opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut konfirmon përkushtimin e saj të palëkundër për mbrojtjen e ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe, një arritje e shenjtëruar nga sakrificat e dëshmorëve tanë. BDI nuk do të lejojë që asnjë shkronjë ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe të ndryshohet, pavarësisht kostos politike, sepse ky ligj është miratuar mbi gjakun e dëshmorëve, deklarojnë nga BDI. Sa i përket zgjedhjeve lokale, ajo është e gatshme të përballet në çdo kohë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Prishtina zyrtare e dyshime për zjarrvënie të qëllimshme në të gjithë territorin e vendit. Drejtori ekzekutiv i Agjencisë së Menaxhimit Emergjent të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës, Gent Smeta, i shpreu shqetësimin se situata e zjarreve në Kosovë është jashtë normales. Sipas tij dyshohet se shumica prej zjarreve janë shkaktuar nga dora e njeriut. Të dhënat e Agjencisë së Menaxhimit Emergjent nga e premtja deri të hënën tregojnë se janë regjistruar 294 raste të zjarreve, ndërsa gjatë javës së parë të marsit ishte raportuar për 57 raste. Në një konferencë për mediat, Meta i tha se zjarret më të rrezikshme aktive janë në fshatrat e Drenasit, Kamenicës dhe Malishevës. Nga numri, nga statistikat, nga raportet të cilat i kemi marrë nga njësitë e zjarrfikës shpëtimit dhe nga qendrat operative 112, do thotë numrat janë si në vijim. Vetëm javën e parë të marsit i kemi pas 57 raste të zjarrit. Ndërsa vetëm nga data 7 deri me datën 10, që në kupton vikendin që e lëm pas, kanë qenë 294 raste të zjarreve. Prej tyre 75 kanë qenë malore, 156 kanë qenë zjarre fushore dhe 63 kanë qenë zjarre tjera. Zjarret aktive momentale më serioze janë në Drenas, në fshatin Dobroshec, në Kamenicë, në fshatin Firishev dhe në Malishev, në Drenac. Flasim për shkaqet e zjarreve, shkaqet kryesisht janë, dora e njeriut. Vijnë nga faktori njeri. Sipas sistemit evropian të informacionit për zjarret në pyje, gjatë vitit 2024 në Kosovë ishin regjistruar 94 zjarre të cilat kishin ndjekur gjithsej 12.079 hektar pyje dhe shkure. Serbia paralajmëron për lëkundje serioze të situatës së sigurisë në Ballkan. Gjatë valës së protestave që ka përfshirë mbar vend, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi se Serbia po përpiqet të ruajë paqen dhe stabilitetin si dhe sigurinë e të gjithë qytetarëve të saj. Presidenti serb kishte deklaruar se në protestën dhe bllokadën e paralajmëruar nga studentët më 15 mars në Beograd, opozita pritet të organizojë dhunë të madhe. Në mbledhjen e qeverisë, Vučić tha se u diskutua për situatën aktuale të sigurisë në vend e rajon, veçanërisht për sfidat e sigurisë në Kosovë dhe në Bosnjë dhe Hercegovinë. NATO garanton sovranitetin e Bosnjë dhe Hercegovinës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, deklaroi se Alianca mbështet sovranitetin dhe integritetin e Bosnjë dhe Hercegovinës dhe theksoi se nuk do të lejojë që paqja e fituar me mund në këtë shtet të vihet në rrezik. Në një konferencë për mediat në Sarajevo pas takimit me anëtarët e presidencës trepalçe, Rutte tha se situata aktuale nuk është sikurse në vitin 1992 kur nisi lufta në Bosnjë. Vizita e Rutte's u zhvillua në kohën kur autoritetet e Republikës Srpska, duke kërcënuar me shkëputje, kanë tentuar të ndalojnë funksionimin e institucioneve shtetërore të drejtësisë dhe policisë në territorin e këtij entiteti. Konsultimet e përbashkëta Shqipëri-Kosovë për të rritur bashkëpunimin e mbrojtjes ishin në thelb të takimit të mbajtur në Tiranë ndërmjet ministrit të mbrojtjes së Jug Maqedonisë dhe ministrit të mbrojtjes së Shqipërisë Piro Vengu. Në një takim vllazëror midis vendeve tona, në këtë mjedis të brish siguria janë përparësi strategjike dhe janë një domosdoshmëri e kohës, thuhet në kumtesën e Ministrisë së Mbrojtjes së Shqipërisë. Forcat e armatosura shtojnë radhët me ushtarak me gradë të larta. I pranishëm në ceremoninë e zhvilluar me këtë rast në Ministrinë e Mbrojtjes, ministri Piro Vengu vlerësoi kontributën e gjithë secilit prej ushtarakëve dhe theksoi nevojën që kanë forcat e armatosura për investime në kapacitete njerëzore përballë sfidave të kohës. Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë deklaroi se zgjerimi i terrenit të misioneve të forcave të armatosura nga pikpamja e industrisë ushtarake do të jap mundësinë që t'i promovojmë këto kapacitete dhe t'i shfrytëzojmë në këndvështrimin e gërshetimit midis forcave dhe industrisë. Me dekret të Presidentit të Republikës, General Brigade Ferdinand Dhimo dhe Petrit Çuni do të mbajnë gradën General Major, kundër Admiral Adnan Agastra do të mbajë gradën Nën Admiral, ndërsa kolonelët Ardian Lilo, Bebie Kuti dhe Hamdi Doda do të mbajnë gradën madhore General Brigade.
Rritja e bashkëpunimit ndërmjet Shqipërisë dhe Suedisë ishte në thelb të takimit ndërmjet ministrit për Ropën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë Igli Hasani me ministrin për çështjet europiane të Suedisë Jessica Rosengratz. Gjatë takimit të dyja palët kanë theksuar bashkëpunimin dhe lidhjet e frutshme mes Shqipërisë dhe Suedisë, si dhe kanë nënvizuar angazhimin e përbashkët për të ruajtur dhe forcuar vlerat demokratike, paqen dhe sigurinë në Europë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.